Pyetja radhës. Selam aleikum hoxh. Nëse një mësuese të pyet nëse dëshiron të mësosh Kur'an dhe unë nuk e kam pyetur për çmime, as ajo nuk më ka informuar ndonjëherë. Pas një muaji e gjys, po më kërkon një shumë të madhe parash që unë nuk mund të paguaj. A kam obligim të paguaj duke qenë se unë nuk kam ditur që është me para, kam menduar që është falas. A kam obligime për këtë pagesë? Allahu ju shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kjo lloj pagese bëhet kështu. Gjithmonë kur muslimanët për një çështje nuk janë marrë vesh në fillim. As nuk ka kallëzu ky i pari, as s'ka pyet ky i dyti, të dytë kanë ka një hise. Atëre gjykohet me të zakondshmen e atij veni. Gjykohet me të zakondshmen e atij veni. Unë po përmendin një çështje në lidhje me martesën, pastaj e njëjta dispozit vlen edhe për çështë çështje. Te martesa është një prej veprimeve, është quhet mehri, dhurata e martesës. Martesa është e saktë edhe pa mehr hiç, pa dhuratë hiç. A janë plotsu kushtet leja e përgjegjësit, edhe dy dëshmitar, martesa me dëshirë e padiskutueshme, po merin se kanë përmend kërkush hiç, kanë harru. A është martesa e saktë? E saktë është. Tash mos ju nikua kjo gruaja që s'ka saktu merr, i thot Tina se ky komo si qillon e fal biznesmeni, thot unë merrin e dua 3 milioner. Po ti e don ashtu edhe 4, po është problem. Ky thot unë merr s'jap hiç, se ke përmend kur u kon dash me përmend. Thonë që kjo është situata. Edhe gjykohet sipas mehrit të zakonshëm të grave mesatare që t'i veni. Domethënë me këshir mehret e përgjithshme. Tash përpara në shtetin islam ka pas regjistër, tash ka regjistra por ka më pak, do të më këshir në regjistra. Mehri i përgjithshëm, çish është te vendet e tona, edhe çfarë e kum ditën e përpara, mehri i përgjithshëm ka qenë i lirë, 200 euro, 300 euro. Mundi me ditë dhe ju secili që mehret e juve sa është mlidhen edhe nxirret mesatare e mehrit që t'i veni, edhe kësaj gruaje i jepet mehri mesatar. Pse? Se su saktu në fillim. Edhe në këtë rast, dispozita e njëjtë, nuk u përmend në fillim as nga kjo as nga kjo. Ajo mund më lypër për një muaj që ka mësuar Kur'an 1000 euro, ama jo më 1000 euro se s'mohet kjo punë. Do të më këshiren mesatarja sa pagun një nxënës i që t'i veni që mëson Kur'an, edhe të venet që janë më shtreta, shtetet që kanë ekonomi më të lartë, nashta paguhet 30 euro, 50 euro, sa është, ama nuk është një shumë e madhe që e ki obligim e paguar sa kërkon ajo. Do të më këshir sa njerëzit që mësojnë Kur'an në një mesatare e çati çmimi, wallahu a'lam.